Tjetër dëshmi për korrupsionin e Belinda Ballukut, Bardhi përcaktoi edhe nën kontraktor të punimeve në aeroportin e Vlorës. Kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, është shprehur se intervista e biznesmenit Bexhet Pacolli ka zbardhur një tjetër aferë korruptive të Belinda Ballukut. Ai shton se përveç se ka përcaktuar fituesin e koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, Belinda Balluku përcaktonte edhe nën kontraktorët që do të kryenin punimet për ndërtimin e strukturave të aeroportit. Në këtë episod bëhet fjalë për ndërtimin e një hangari me vlerë 21.2 milion euro, për të cilin, siç thot biznesmeni Pacolli, Belinda Balluku i kishte dhënë fjalën një kompania italiane, shtoi Bardhi. Ja dhe reagimi i Gazmend Bardhit. Intervista e biznesmenit Bexhet Pacolli zbardh një tjetër aferë korruptive të Belinda Ballukut, përveç se ka përcaktuar fituesin e koncesionit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, Belinda Balluku përcaktonte edhe nën kontraktorët që do të kryenin punimet për ndërtimin e strukturave të aeroportit. Në këtë episod bëhet fjala për ndërtimin e një hangari me vlerë 21.2 milion euro, për të cilin, siç thot biznesmeni Pacolli, Belinda Balluku i kishte dhënë fjalën një kompanie italiane. Në këtë takim të zhvilluar në kryeministri ka qenë i pranishëm edhe Edi Rama, i cili jo vetëm ishte në dieni të aferave të zëvendëses së tij, por edhe i miratonte ato plotësisht. Pa humbur kohë pak, duhet të administrojë këtë intervistë si provë e korrupsionit madhor të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut me koncesionin e aeroportit Vlorës. Dyshja Rama Balluku duhet të thirret urgjent në SPAK dhe të merret me përgjegjësi penale për këtë aferë qindra milion euro në dëm të buxhetit të shtetit dhe ekonomisë shqiptare.